Unë mendoj që ajo është një projekt që ka marrë një mbështetje dhe urimet më të mira që ka marrë nga qyteti kur ka fillu projekti. Nuk e kam ndjerë, me thënë të drejtën, as pak rezistencën dhe shqetësimin, ose shumë pak do të them, të bllokimit pak të aktiviteteve që ka pas zona, se kemi qenë në komunikim me gjithë bizneset, kemi pas jashtëzakonisht mirë kuptim. Jam edhe këtu vërtet mirënjohës, ato biznesi është bllokuar për pak kohë kjo aktiviteti, e kanë parë ritmin e punëve që ka ecë shumë shpejt dhe e kanë parë atë që po vjen për sa i përket impaktit ekonomik që do ketë zona. Zdralja ka qenë, mendoj, një zgjedhje e shkëlqyer në strategjinë e ndryrën e Shkodër, sepse në konceptin tonë të qytetit, zonat pedonale, sa është do të jetë zonë këmbësorësh, i shtohen dhe shkon në një linjë me zonën tjetër pedonale që lidhen nga Parruca para bashkisë, edhe që shkon deri në Gjuadol edhe nga Kolidromeno. Pra ne kemi një aks të ri, shtojmë një aks të ri qytetit, me konceptin që Shkodra ka ka një rreth 500 metrash, po ta shikosh gjithë lëvizjen. Dhe të shtohet në ofertën turistike, po them, ose në ofertën e lëvizjeve në qytet të zonave këmbësore, lidhja e saj, edhe për historinë, edhe për arkitekturën që po bëhet, edhe për rregullimin e dyqaneve, ofron një aktivitet jo vetëm ekonomik në zonë, por edhe turistik, edhe ato janë dyqane paradite, po mbasdite do të jenë restorantet që futet në këtë aspekt. Kështu që ne kam ndjerë më tepër mbështetjen, në mënyrë sinqertë të them, mbështetjen e njerëzve edhe urimet e njerëzve për atë punë që po bëhet, janë nga ato punë që të motivojnë për të bërë punë tjera. Unë jam shumë i kënaqur me atë punë që po bëjmë në Zdrale, ashtu sikurse edhe gjithë banorët, besoj.